Pa tjetër, në Ramazan duhet me ditë çfarë borxhe kije. Muaji i Ramazanit ka ardhur, mirë po na kemi obligime për këtë muaj. Prej obligimeve që kemi do t'i radhisim inshallah taala një nga një, me qëllim që të arrijmë deri te ajo që duhet me arrit biidhnillahi taala. Me të vërtet Allahu xhalla shanuhu na ka bën obligim me kryen Ramazanin. Alhamdulillah, agjerimin do ta bëjmë. Mirë po për mu bë agjerimi i pranueshëm, për mu bë kabull, duhet me i parë parasysh disa gjona. Thamë edhe pram, Allahu nuk është i nevojshëm për më nejtë ti pa hangër e pa pi. Allahu s'ka nevoj për agjerimin tonë. Allahu na ka provua, na ka obligua i kryjmë. Na pse nuk e respektojmë babën edhe nënën, Allahu a ka nevoj për me ja respektua krijesën e tij? Jo. Çdo gjë që e bëjmë është për të mirën tonë. Prandaj, Ramazani për mu plotësua tamam, duhet mu krye disa obligime. E para, inshallahu taala, namazin mos me lën asnjë namaz pa e fal. Do më thonë, Ramazani për mu bon kabull, është e para, kujdes me namazin. Ka njerëz të cilët po agjirojnë Ramazanin, e namazin s'po e falin. Si ka mundësi muslimani me e da këto 5 shtyllat kryesore? Këto janë të pandashme. Shahadeti 1, mas shahadetit namazi. Numrin 1 mas shahadetit, mas i që t'jesh musliman namazi. Mandej mas namazit vjen zeqati. Ai që ka kushtem për zeqat, mos me dhon zeqatin, e bon, s'ka se ju s'ban hiq. Mandej vjen Ramazanit, këto janë të pandashme. Ose ai ka kushte, do me thonë, për të shkuar në haxhillek, nuk shkon në haxhillek, zban, pa tjetër duhet më shkua. Të pandashme, feja islame është një toptan, që nuk coptohet, zban me da, që to pedue edhe që to s'pedue. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an në ka thonë, e fetu'minune bi ba'dil kitabi, wa tekfurune bi ba'd, a disa gjërave po ju besoni, e disa tjerave jo. Prandaj, me pas kujdes në muajin e Ramazanit, faljen e namazit. 5 vaktin me fal, jo, vallahi po vi pe e fali taravin. Shikoni, taravia është sunet me fal. Farzën e yacis me fal është farz. Namazin e yacis me fal është farz. Namazin e sabahit me fal është farz. Obligim. Taravia nuk është obligim, është sunet me fal. Do më thonë, me i shikua gjonat me vend si cilën herë. E tash, në Ramazan, namazit mi abon hizmetin duhet shumë një. E dyta, mu bon ma gjenim i sjellshëm, i ndershëm në Ramazan. Nëse je pa Ramazan i sjellshëm, i ndershëm, fisnik, goj ari, fjalë të ambla dhe të mira. Nëse je kësi sifat që ki, në Ramazan shto edhe ma tepër, bënu edhe ma i amal në Ramazan. Edhe ruju kufrit fjalëve të ndyta, ose fyrjeve, shamjeve, ruju në Ramazan. Çdo kohë po, për në veçanti në Ramazan ruju. Ose ruju sjelljeve të këqija. Dikush në Ramazan, pavarësisht tash, kërkujsun ja umatim barametrin e hujeve. Unë tash me juve këtu, a ja u di hujet juve? As ju s'mi dini mu hujet e mia. E tash çka bëjmë na? Na për me gjet njëri tjetrin marrë mirë, për me gjet njëri tjetrin marrë mirë, duhet edhe unë mu sjell mirë, edhe ti mu sjell mirë, edhe bëjmë baraspeshën. Edhe u kry puna. Sa as njëri tjetrit nuk ja dim hujet, në dje kam ardhë, sot ku me ditë qysh më ju njoft, ose ju qysh me më njoft mua. Prandaj në Ramazan shtohet edhe ma tepër fisnikria edhe fjalët e amla. Për arsye se
Ramazani, agjerimi, prej specifikave të Ramazanit është me të bon tërbije shpirtin. Mës me të lanë tyje pa tërbije, pa moral. Gjithkund t'i sjellshëm me qenë, gjithkund, çdo pikpamje. Në familje i sjellshëm, jo me qenë ka njëherë në familje, sidomos ata kërkoj falje kështu, edhe pse une jam që nuk kërkoj shumë falje prej duhanxhive, po kërkoj falje sante, pas jam në fillim të Ramazanit. Wallahi, ka zonë Ramazani, ka zonë agjerimi, sillet keq ndaj gruas vet, apo sillet keq ndaj prindve të vet, apo sillet keq ndaj evladëve të vet. Po pse? Mu më ka zonë duhani, po më ka ndalë mend për një cigare duhan, si ta pi une, nëse ty nuk të len kilen, nëse ty nuk të banë tërbije, fjale e Allahut Gjelle Gjelaluhu, fjale e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, ka me të bo tërbije ty një cigare nikotinës, një provet baruti, kjo do me të bo tërbije kur të dhezish, Zotin arujt. Pra në bon tërbije neve fjale e Kur'anit, e fjale e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, e jo në Ramazan me qenë i pas jelshëm, pse e ka zonë duhani filanin. Qështë ka zonë ti duhani? Qëka jo ka zonë duhani? Ja e po paraqitesh atër, atër ti paraqitesh artist. S'ka faj kush, as gruja s'ka faj, as baba, as nona, as e vladi. Pra ndaj mëse që zonin, Ramazan, agjerushëm je, me të sha ty dikush, me të ofenduar rand, me të sha, pejgamberi ka thonë, thuaj, unë jem agjerushëm, dyher. Kam Ramazan. Mandej vjen në radhë treta, mos fol fjalë të ndyta, edhe nëse janë për hajgare, për arsye se e humbish agjerimin. Edhe pse jetë po tallësh, hajgare po bësh. Mirë po, ban hajgare me fjalë të mira, jo me fjalë të ndyta. Ndo fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam që thot në një hadith të transmetuar prej Sahih al-Bukhari dhe Muslimi radiallahu anhum, po thot, ka thon pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, idha kana yawm sawmi ahadikum fala yarfuth, kur të vini në agjerimin e Ramazanit, mos fol fjalë të ndyta, wala yaskhab, mos e ço zanin me qërtua me fyrë të tjerit. Fejnë shatemahu ahad, nëse dikush të shan, thuaj, ose mundohet me të sulmua, thuaj, më falë se jem agjerushëm. E katërta, merë dobi prej agjerimit. Merë dobi, qka mujmë me marë në Ramazan prej dobive na? Numër 1, mujsh me elon duhanin në Ramazan. Ti e kelon halalin gjatë ditës, mishin e pjekur, mishin e mirë, çokoladën e mirë, kafën e mirë, tamlin e mirë, kosin e mirë, i kelon prej si fyrit deri në iftar, sendet e mira i kelon. Subhanallah, për ka i kelon, për hatër të kuj i kelon këto sendet mira, për hatër të hoxhësa. Për kanë e kelon, prej si fyrit deri në iftar, sendet e mira i kelon. E s'po mujsh me elon edhe natën, edhe ato natën, sendin e keq, prandaj në Ramazan, dosh me shikue gjërat e dobishme, merë dobi, po thot prej Ramazanit, mundesh me elon duhanin, në Ramazan është shanca me elon. Për arsye se është pimja duhanit, ju e dini të gjithë, është sebepi i kancerit, i rakut. Edhe mundohu në Ramazan që t'jesh pëthët qawiyul irade, të kesh vendosje të fort, t'jesh i vendosësh parimor, jo shejtani t'luje me ty, shejtani a diçka luan, ha se ti në gërbetje mësajgjino, hajtë se ty po të dhem koka sot, kryt po të dhem mësajgjino, shejtani mundohet që ty, ose ti bol pa gjinësh, le namazin mës shko, bol pa gjinësh,
ti me Ramazan gjenetin e fitoj, ishe namazin, shejtoni qëto sendet, thot. Banu për thët, qawiyu l'irade, vendosjet fort ban. Qyshe ke lanë një të keqe, gjatë ditës, la edhe gjatë natës. Ti për shembull duhanin gjatë ditë se ke dhezë sot. Pse be dhezish pra natën? Ditën pse dhezëshe? Po agjerushëm kesh. Po dhe natën mëse dhezë. Dhe më thënë, shiko, çka fitojsh në Ramazan, fjala është. Redukto këtë keqe me qëllim që të fitosh në shëndetin tënd. E pesta, mëse ngarko sofrën e Ramazanit me shumë ushqime. Në zakonisht, në Ramazan, vallahi, thëmë drejten, në vend se me ra pak prej peshës, në Ramazan hypim peshë. Se gjatë ditës, kretë shka I lakmësh, gjatë ditës, shkon në market atje, si kur këtu të ju që për shkonin në këto marketat e mëdha, shkon që kjo për më hatë, sa agjerushëm, që kjo I pëmpihet, që kjo langi mirë, që kjo mbërsin e mirë, që kjo mishi mirë, që kjo edhe t'i veç bar, e ja, la të srifit taami hina l'iftar. Kisham ju thonë të gjithve edhe vetit normal, inshallah këta vllaznit mundin këta xhamis tonë këtu, me cilët jemi të gjithë së bashku, të sillni, ka këtu magazina, ju e dini, kush pak a shumë merr vesh me tregti, shkoni bleni hurma. Blej ku shiten me shumicë shiten lirë, e bjeri këtu në xhami, edhe këtu I shitni xhamatin me një çmim pak më të lirë se që e bleni në Migros apo në ku I bleni ato gjërat, edhe fiton xhamia ju I një, edhe ushqeheni me hurma, se më ushqyje me hurma është sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ushqeheni me 3 kokë hurma, 1 hurma, 5 hurma, 7 hurma, e bashkë me hurman I bashkan gjitni edhe tamblin, qumshtin, ose ujin. Jo me qeli iftarin e Ramazanit me Marlboro, me cigare me qeli, ose me macchiato me qeli me kafe, zban. Hurma ka shumë dobi. Prandaj unë I kisha thonë juve këshillit xhamis ose tregtarët kushini ata që dini këto punë, pak a shumë shkoni ku janë me shumicë, edhe një grosh sa e blenë popullata janë në përvende, hem një grosh fiton kjo shtëpia Zotit që ka nevoj për më mbajt prej buxhetit që e mbani, ju I dini ato regula dhe sende, edhe e dyta, më ju thonë drejtën, edhe na ushqehemi tani me hurma, se e blejmë atë hurman edhe mësoheni me përdor hurman ma shpesh, se hurma shumë e dobishme. Edhe pejgamberi ka qelë me hurma edhe me ujë, ose me hurma edhe me tamal. Kështu që, në Ramazan zban me ngarkue sofrën e Ramazanit, kretë shka të shohish gjatë ditës. E qitaton, I kërvim me falë të ravin, bësh, Pse, para 2 orëve, lukthi I ngarkuëm, për këto doktorat me pa që ka folin, vallahi para 3 dite, na une isha para 3 dite në Shkodër, në Shqipëri, në një tribun ishim aty, në mesin e ligjeruzve ishte edhe një vlla jani, një doktor, foli për shëndetin në Ramazan edhe për ushqimin me çfarë. Vallahi mrekulli ato janë fjalë shkencore, mirë po pasi pejgamberi edhe ne I ka thonë hurmat, ushqeu me hurma lehtë, gjërat lehta se lukthi I don, Allahu xhalla xhelalu I ka falë për këtë punë, edhe shqyr Zotit po gjenden këtu sa doni. Prandaj mos e ngarkoni lukthin me ushqime të forta, që t'i bani dëm shëndetit. E gjashta, në Ramazan, që ato fjalët pram që I kam fol pak, pa ato I kam fol pak si grup prej vetvetes, kurse tash do të shkem brenda Ramazanit paksa me gjërat e radhitura, që të kemi dobi ma tepër. E runu prej filmave të këqi, në për televizora, apo në për kablovika, në për kësi sende, ju që jeni në xhami tash në bashk, jemi të gjithë që tu, mos I lejo familjen tënde, as gruaja, as vajza, as djali, as fëmijët me filma të
këqi, të shkini në Ramazan, kretë hoxhallarët që jemi këtu në Zvicër, që ka në kohën edhe na mysafirë që kemi ardhur tek ju, kretë jemi në angazhim të këtij mujit. Njëherë s'na dojnë, njëherë shka po lipin këta prej atje anë këne dikush s'na dojnë, ato e dim, se më na dash duhet 200 xhamia mi ndërtuar në Zvicër. Sa numri i shqiptarëve që zvjen, do 200 xhamia mi bë. Sa për gjysmë milioni popullat kemi në Zvicër. Mirë po, njëherë në fillim që ashtu shkon, mirë po ka dal, po mirë po fol kanë më këta. Se ne do të folim këtu për familjen, e për femnën, e për vajzat, e për djemët, e për pleqët, e për tritë, e për fëmijët, për shkollimin, e për këtë gjëra do të folim inshallah taala. Nuk do të folim veç agjeroni. Do agjeroni u kry puna për 1 minutë, e spjeguam agjerimin, këtë dini që janë farz, më shumë nuk e zgatim. Mirë, po jeta do me shfletua kadal. Prandaj keni kujdes e gjashta, mos shikojnë filmat këqine për shtëpia. Shtëpiat pastroni fotografinë për mure, mos t'ju rrinë se nuk hinë me laçet, apo runu prej harameve të tjera të cilat mund t'ju shkaktojnë sihirin, fallin, shejtani mundet me prek diken. Kreta këto kanë ilaçe inshallah taala, kretë çfarë t'ju ndodh dhe një gjë negative e cila shqetëson vlerat e jetës tonë në familje, na tregoni inshallah kemi këshilla të cilat juve do t'ju bëjnë dobi, çka me lexue kur të flini, çka me lexue kur të qoni, çka me bëj gjatë ditës, që të largojmë shejtanin prej shtëpive tona inshallah taala. Këto temë ekstra do ta bëjmë doni natë. Mirë po, kështu kalimtar jam tash me këto fjalë, mos shikojnë evlat familjet e juaja filma televizive, se tash Ramazan, hajtë Ramazan, po këshirim këtë, po ulëm këtë familja, këshir televizorin që aty, filmat pa familja moderne. Qëfar moderne u bon horë? Moderne. Qëfar moderne? Po vjen prej gurbetit, po shkon po cula kavët dit, jedhët dita 2 javë, po bon horë, po nëzihen, po bon si qokolada, masi ta kryjnë pushimin, po shkojnë të baba dhe të nona ja 2-3 ditë, vap shkuëm nëse në gurbet, me ditë në gjehmet, në mrume, po ku shkove ti, a do të me shku në Lëqine, me shku në Durrësa, edhe kjo është temë e veçume, inshallah taala, mandej dhe të folim, ma gjithse mbaroj edhe për sezonin këtë vjetës. Dhe më thonë mu përmirësua, këtë përmirësona si vjetë nuk shkojmë në motë. Se qështu e kini bo një faradeti, juve më falni që po thamë para juve, të është nështë ju asnjoni se kini bo ata det, mirë po kërbet gjia, kërbovjan atjetë na, edhe ja 2-3 ditë vallaj më kanë metë për prej pushimit, të baba dhe të nona 2-3 ditë i kanë metë. Atje ku bëhet horë, culla kavët në det, atje 2 javë përri. Të rritë të baba të nona e 2 javë të shojnë e burë, të vlazit, të motrat, të nipat, të mesat, angushtje me shku të Cërnagort me të pa aty, ti me pa Cërnagort atja, të Montenegrës, ose në Shqipëri atje poshtë. Prandaj kujdes këta. E 7-ta, la tusfir kathiran, mos rri shumë vonë natën se e hupish si fyrin. E hupish si fyrin. E si fyrin si ta hupi qka, po më kam hangër 12 natës, 1 kilo mishe kam hangër të pjekëm. Ja, ma bereqetin e si fyrit e ka hup. Pejgamberin, ne apo do na mengue Kuranin edhe pejgamberin. Po, e pejgamberi po thot, të saharu fa inne fi suhuri baraka. Bon një si fyr, se në si fyr e bereqeti. Po s'po më hahet me hoq, u qova s'mo hangër. Ani dhe mës ha, ma një gotu i të pihet. Maksati është me arrit qëllimit bereqetit, që është pak para si fyrit, ki lexim të Kur'anit, mas si fyrit, ki lexim të Kur'anit, vjen koha namazit sabahit, e jo ti tani rri deri në 12:01, apo hambre buk se mos në qonë, apo ham buk bam, tani si fyrit s'qo është, as sabahit me falë, s'qo është, dhe shka ke ban ti, shka ke ban, hajt, ti vetë peshohisht shka ke ban, shka me të thonë unë, së s'pa duhet i kanë me qërtu, po këto e në këshilla në këtë muj, që duhet t'i përmbahemi. Prandaj mos rri shumë vonë ta hupish si fyrin edhe hupish namazin e sabahit. Wa alayka bil amali fi as-sabah al-bakir, edhe punën e sabahit që bëhet mas namazit sabahit edhe fillon puna herët, ka bon dua pejgamberi në hadithin sahih të transmetuar prej Imam Ahmedit dhe Imam Tirmidhiut radhiyallahu anhum, ka bon dua pejgamberi, lutje, ka thonë Allahumma barik li ummeti fi bukuriha, ja Allah qoja bereqetin ummetit tem aty në që qohën herët.
Ja Allah, qoja bereqetin, aty në që qohën heret. E si mos qohësh heret, a kamet bereqet të namazit, edhe të Ramazanit. Mande e teta, ekthir min as-sadaqati ala al-aqaribi wal muhtajin, wa zulil arham, wa salih al-khusum. Ato që paka shumë u theksuan edhe pram, mundohuni në Ramazan sadak me dhonë ma shumë. Sadak e këtu në Zvicër, juve s'ju jepët ku me dhonë sadak, se po punoni këtë si një kërkush për sadak në shta. Lemosh. Po atë sadakën e rujt, nëse do me rujt, për shembull, do me dhonë qdo ditë ka 1 frank sadak. 30 ditë, 30 frank nga sadak. Daj anësh, që të bënë njëtë për sadak. Ato bëjnë diku 20 euro. Ose ka 2 franga në ditë, ose kurse diçka bën diçka që t'jesh i popullit sadakas. Në një transmetim ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaka e keni ndije ju pleqt këto fjalë. Sadaka i pezullon 70 telashe. A keni ndëgjuar ndonjëherë kur dikush bën ndeshje tranta dhe pështojnë? Tani popull të thotë sadaka e madhe. A keni një kështu? Sadaka ka pështu. E vërtet është kjo, se pejgamberi ka thënë, sadaka e pezullon të keqen, të lashën. Allah i në largof gjithat këqijet. Mandej, më ju afrue akrabave. Ma akraba, kur do të folim tem për akrabat, inshallah ta'ala, jemi lam kretet. Vlla me vlla s'po folim, vlla me motër s'po folim, motër me motër s'po folim, evlat me prindet s'po folin, prindet me evladin, s'po thon prindet me evladin, evlat me prindet, se prindet me evladin jo. A ka prind që se ka këshyr evladin mirë? Wallahi ju kret kushini prinder e shihni vet nuk hani, ata të hanë të rriten. Tani ata kur të bëhen të mëdhenj, është prej shenjave të kiametit, shoqin e vet e nderon e respekton, babën e nënën e vet se respekton. Shoqit vet i keshen në fytyrë, i larmohet, ja larmohet, thuhesh ja desh dhamët, babës edhe nënës vet i rri. Allah i na pështofte, na bof tërbijen këtë muj. Mandej bani zjaret akraban, sikur që ju thash edhe dje këtu keni plot ju vllazën me zvetja në knena, s'është çudi pse plot me plot s'folin. Këto janë të zakonshme tek shqiptarët, po mundohuni me i qel dyert e njëri tjetrit, bile befasonen njëri tjetrin në telefon, selam aleikum, sikur që ju thash prom, tregoni ju njëri tjetrit, thuj na ka ardhur një hoç po ju lypën, hajde byrën. Inshallah keni thirr sot dikon ta ja. Hajde na tregoni drejt kështu, në mënyrë transparente po thoj. A keni bë telefona sot aja? Ha? Jo, seriozisht, kështu, do më thonë pa perde, pa pardon. Keni bë telefonata? Ashtu duhet, po çashtu duhet. Elhamdulillah, po ani ke thirrë edhe dje partija, mo edhe dje thirrë edhe sot. Nesër edhe ditë vikendi e shtu, nesër duhet mes mënazon xhamia. Edhe mas nesër ditë e diell, do më thonë jepni kontributin. E do thotë e kam fjalën mos të bëhemi pasiva. Wallahi son pa thirrë bëuna. Ku i kam i thënë, më thotë, a mos më shërdhoti. Oni në të thotë mos më shërdho. Pejgamberit i kanë thonë mos më shërdhoti kush je që më thotë. A të më shile telefonat i, pas kartë një hoqë, punë e madhe, theft qapën e hoqë, kartë për interesin e vetë, a i më marrë rokë të madhe në Zvicër. Ta hajtë që e, të thej qapën e edhe. A kanë me thonë qështu? Po të qështu kanë me thonë, pëse jo? Pa një në të thojnë, qështu pëse ati ja po mërzitësh e? Po në të thojnë, punë e madhe. Ja, s'ka i nati jo i shejtanit. A si kanë thonë pejgamberit gjithë shka? Po, ani ti as dhe të bëhash ti, apo të është në rrugë të pejgamberit me hece me jetua, po. Tanë në zezat të ti thënë, mësë, heq pas pare mësë jep, heq për këtë punë, në më thonë mësu gajlo, qëka të në thënë të tjeret? Elhamdulillah, kanë mujtë më thonë të tjeret edhe për këtë të hapjet gjamiz dhe njësën të keq, as kanë mujtë më thonë, ama elhamdulillah, që për ju shtëpia Zotit për në bënë bashkë, që tu edhe kërkonë së përëndim. Allah ju zbartë ftyrën që jeni bënë nismetar edhe iniciator për këtë hajrat të madh. Allah ju ndihmoft. Prandaj,
keni kujdes pra kështu të shkoni që të bëjmë ma shumë punë. Mandej e nënta, ekthir min dhikrillah, shpesh përmende Allahun, edhe ty të ndinë fëmijët e tu. Shejtani, lanetullahi alehi, shejtani mundohet me të harrue emnin e Allahut në mende, asnjëherë mos me të ra ndërmend ty Allah. Mirë, po ti tu najt, keni vrejt kështu kur rish ka njëherë, shkejtë më, shkejtë më kështu, po shtrihem, po thu, ja Allah, osa i gojen, jo përthi subhanallah, po mërë dhe gjumi, po në thuj elhamdulillah, në tanija e beba, e fmija, e qika, e djali, fjallën subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, e jam i thërë fëmijës për e banë një dam, mardreq, majmun, ti më Ramazan je, ti më Ramazan je, ekthir min dhikrillah, shpesh përmende Allahun Gjelle Gjelalu, o tilavet il Kur'an, edhe lexim të Kur'anit, po unë s'pëdi me lexu Kur'an, lëshot se dhe, tash kije Kur'an 24 orë prej radiove botnore të Kur'anit, e kije në internet hen, shkote, leximi i Kur'anit, shkruje Kur'an, tëk, në Kur'an dalish, let lexohet Kur'ani gjithë ditë. S'ka nevoj bile në Ramazan, sharkijat e Mahmud Feratat, e Shiret e Belulat e këdijune. Lini ato se s'ka gjohat, e ata kanë shfrytzuar rastin, vinë ka njëherë këtu ja umledhin gërbet gjive atë zeqatin, edhe shkajnë të na. Namën flamurit, namën komit, namën top fest top, doku fest, tash në Prizrenë konë para një javë, doku fest. Deri në 2-3 natës në për shadërmanin e qytetit, doku fest. U dokës u dokë punë e madhe. Gjahile ka jo është, mlidhja parët popullit, le dalin pini piva gjithë natën, pimi duhan, ata del këno, je pare, fshinja kajmakin edhe fshinja popullin edhe hajtë, doku fest. Doku show, doku fest, zdoku fest, Eurovizion, Kosova Vizion, Shqipnia Vizion, Eurovizion, hejq kërgjo Vizion. Prandaj kujdes. Edhe kujto me marrë vesh, çka elhamdulillahi rabbil alamin. Çka ky Kur'an? Çka kul huvallahu ahad? Çka kul a'udhu bi rabbil falaq? Çka kul a'udhu bi rabbin nas? Unë këto vetëm si sinjale për ndryshe për 27 ditë s'kam së në bëjmë kërgjona, po Allah i na forcoft bashkë me juve, e Allah ju dhash të marrë në të arsëma një rabi. Mandej, mundohu me lexu për agjerimin ma shumë, edhe doktor që ka shkrujt. Sot një program televiziv, nuk e di cili, por ke gjermanisht. Tash cili program nuk e di, një program të gjatë unë e përcolla mas drekit, shtu mas i shkuëm të shpia, Ramazanin, Sefirin, gjermanisht. Aje nuk ishte për me kritiku, një reportaj muslimant që ka bëjnë në Ramazan, me namaz, me iftar, nështë të diku i kara për hise e ka pa. Mandej, mundohu në Ramazan pëthet që ti mësësh edhe e vladve tu agjerimin. Ajtë baba e ba agjerem sat. A i vogël e 7-8 vjetë. Po deri kur, deri sa të mërmendja zbanë më shumë. Deri ora 10 paradite. A i 10 vjeqari, deri ora 2-13, 14, dora 2 pas dite. Aj me i madhi, aj ta dhe sa peqem, deri në 4 e quë më ata. E kështu më razë, u shtroj fëmijët e tu, ma gjeru Ramazanin. Po nëse në Ramazan kje probleme smuje, edhe mjeku ta kanë dalue, zban ti ma gjerue,
atëherë banu me tërbije, me edukat, as mos i pi hapat, as mos i pi ilaçnat publikisht para të tjerëve, për respekt dhe nderim të muajit të shenjtë. Shko në dhomën tjetër, këne mos të shihesh pi e vladëve tu, sa ta mësohen ky ai i vogël s'di që as muja që ka sa thot ky burri plak s'pa gjëno, në mu po mshti ma gjënu sa gjëno jasë. Sa ai çështu e lexon atë domën, ai nuk e di arsyen çfarë e kje, çfarë se kje. E lusim Allahun xhalla xhelalu më na i pranoj ibadetet. Allah i na i pranoft namazet e taravis. Allah i na i pranoft kret çka do të bëjmë gjatë këtij muajit, ya Rabbel Alamin. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me këtë po e mbylli pra dersin për sonte, idha dakhala Ramadan, kur të hyjë Ramazani, futihat abwabu as-sama, hapën dyert e qiellit, wa ughliqat abwabu jahannam, mbyllën dyert e xhehenemit, wa sulsilat ash-shayatin, sulislet ash-shayatin, edhe shejtant vihen në pranga. Dhe çdo nat zbretën nga qielli, çdo nat zbretën nga qielli i dynjas një melaçe. Në qiellin e dynjas zbret ka një melaçe e obligume për jonës ma Allahu xhalla xhelalu, dhe thot këtë fjalë: Ya baghi al-khairi abshir wa ya baghi ash-sharri aqsir. Me këta po e mbylli këtë fjalë të sontit: o ti që po bëjsh mirë, merr myshdë dhe vazhdo, dhe o ti që po bëjsh keq, stop të keqes, ndalju të keqes. Allah i na dhash të mirat e na i largoft këqijat. Wa sallallahu ala sayidina wa nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nesër ndrek ju dëshiroj të jeni kret këtu, e fëmijët kret të atrit, sikur që ju thash sot, merr një fëmijë sidomos 7 vjetë përpjet në ta bëjnë këtu xhamin long, këtë të llovi ta grithin, ka të bëjnë. Edhe unë kam e grith me ta dikund, që në të knaqet shpit Zotit le të hinë, në të shihen me hoxhën, anë knina, merr nesër dreka ka me pas ders, si t'jeni ju në gjendje me nguë në drek ders, një qili ders, në akşam ders, një aci ders. Unë këm ardhë më ulodhë, nuk këm ardhë për me pushua, Allah i në ndimov deri në fund. Wasalillahumma ala sayidina wa nabina Muhammad. Por edhe njëherë po ja u kujtoj, telefonat kush si ka bon 5 telefonat që kemi dhënë fjalën dje, sot, nesër, mas nesër, ato 5 kanë mu hargjua ato 5 herë kredit. Walhamdulillahi rabbil alamin. E tash na thirrni ezanin edhe e vazhdojmë namazin.